Ka folë dje për këtë temë, ka pas kështu. Dje ka folë. Ka një vërtet ku pajtohem pak me krenarin të kjo pjesa e fundit, sepse dje nuk jam kundër reagimeve. Por sjellja ose reagimi publik i secilit të krenarit janë një përshtypje që atje u mor vendimi. Po, dhe. Unë e thash edhe njerë që mos të keq kuptohem, mirë është kanë reaguar edhe kryeministri dhe këtë oponentë të tjerë, të cilët për 5 vite s'u kanë zonit për këtyre dje një farë reagimi kolektiv ke shqetësues, kisë se atje është marrë një vendim. Tashti, 2 ditë që kemi pa prej prokurorisë ka qenë një show mediatik super i mirë, më ullë me këshyrë, e cila e paraqet një dështim kolosal të këtyre njerëzve për 5 vjetë për me sjellë diçka. Kuptani që kjo ka ndodhur për 48 orë këto 2 ditë e fundit që kemi pa nga fjala përmbyllëse e prokurorisë. Sepse nuk e kanë asnjë argument të vetëm në cilin ta njerëz mund të dënojnë dhe kuptojnë. Ta kanë marrë rrogat majme dhe dyqysh duhet morë si tu dhe më bo lajm, sepse me Arbermës me përmend 45 vjetë si shbo lajm asë CNN. Asë në Reuters, domethënë njerëzit që paguajnë taksa për me ekzistuar kjo gjykatë kanë marrë vesh dje përmes lajmeve që koka dikun në gjykatë dhe dikush po kërkon dikon me dënu për 45 vjetë. Unë kom pritë që edhe bëgën përjetshëm lypin. Për mu si shkon me fasiras kjo. Sepse Jack Smith e ka përmend 2020 në dini dokumenti që u dalë. Alo po janë zgjugimi. Në esencë nuk është asgjë befasuese ka drejtim. Por me e konfirmu edhe më shumë cirkun e prokurorisë po vjen për me qesh është kjo. Domethënë, a e dini që Rubin dhe Clark janë 2 njerëzit që i ka dërguar Clintonin në Kosovë. 2 njerëz të inteligjencës amerikane të superfuqisë më të madhe të inteligjencës CIA-s, 2 njerëz CIA-s janë. Dhe nëse Hashim thotë që ka arrit me i mashtru, halal i koft, për të kallëzoj. Apo kuptoni, domethënë 99-ën, një njeri që ka kap luftën me pushkën me luftu ndaj një aparati të madh Serbisë, të Jugosllavisë, si çdo quhje, ka arrit me i mashtru 2 njerëz Clintonin në Kosovë, para mendoj çfarë pretendimi ka prokuroria. Pak sigura Barceleta, Odave, ai bjen Clintoni ose bjen Clintoni. Kumës me kesh bre këto, kumës me kesh njerëz e kuptojnë bre. Domethënë James Rubin dhe Clarku janë kanë qenë zyrtarë. Pretendon